Fshati Vërnikut në Devoll, vetëm pak minuta larg qytetit Bilishtit, është një nga shembujt më domethënës të shpopullimit që ka prekur zonën. Dyert e shtëpive janë të mbyllura, rrugët me kaldrëm pothuajse janë bosh, ndërsa dritaret nuk janë hapur prej vitesh. Në fshat nuk ka shkollë, nuk ka qendër shëndetësore, nuk ka ujësjellës as kanalizimet ujrave të zeza. Jeta është zbehur ndërsa zhurma e fëmijëve mungon prej kohësh. Sot në Vërnik kanë mbetur vetëm 30 familje, kryesisht të moshuar, ndërsa pjesa tjetër e banorëve kanë emigruar jashtë vendit. Mungesa e investimeve dhe vëmendjes nga shteti shqiptar shihet si një nga arsyet kryesore të largimit të tyre. Në fshat për momentin kanë mbetur rreth 30 familje, por në shumicën e tyre është 1 ose 2 banor, një plak ose një plak, ose të 2 pleqtë. Kurse pjesa tjetër e banorëve është larguar në vende të ndryshme. Tani në këto 30 e kusur vite të demokracisë, i vetmi shtet që është përmendur dhe është kujdesur për banorët e këtij fshati është Sofia, është Bullgaria. Nëse përmend ato 4 shtyllat ku mbështetet jeta e një komuniteti në lidhje me komunikimin, për shembull, as që do t'i vinte radha asfaltimit të rrugës Bilisht Vërnik, gjë që e bëri qeveria bullgare. Pa asnjë lloj pompoziteti, pa asnjë lloj reklame. Në Vërnik nuk ka shkolla as fëmijë. Banorët thonë se mungesa e shërbimeve bazë i ka detyruar ata të largohen drejt Bilishtit apo emigracionit. As shkolla, as kopë, s'ka fëmijë. Më i vogli është 40 vjetë. Para vitesh nuk e di sa mund tjetër, 15 vjetësh në mbyll shkolla. Kishte shkollë, edhe u detyruan njerëzit që kishin fëmijë në shkollë, ikën në Bilisht, në Greqi, në vende të tjera që t'i shkollonin njerëz, ato fëmijët. Nuk kemi as sistem uji, as kanalizime për ujë të zeza. E problemi kryesor është ujë të zeza, se janë me gropa septike, gjuaruar. Gjitha bullgarisht. Shumica e fshatrave të Devollit po shkojnë drejt boshatisjes, ndërsa banorët theksojnë se mungesa e infrastrukturës dhe shërbimeve bazë mbetet arsyeja kryesore që i shtyn ata drejt emigrimit.